Përshëndetje miq, uroj të jeni mirë dhe mirë se erdhët në kanalin tim. Për ju që më dëgjoni për herë të parë, unë jam Andalina nga sofra ime dhe çdo ditë ndaj me ju receta të cilat i përgatis për familjen time. Sot kam dar një nga recetat tradicionale, të thjeshta në përgatitje, të shëndetshme dhe sigurisht mjaft të shijshme. Ju sugjeroj të qëndroni me mua deri në fund të videos ta përgatisim së bashku. Fillimisht në një tigan do shtojmë 3 lugë vaj ulliri. Presht do t'i pastrojmë shumë mirë dhe do t'i ndajmë në copa të vogla, kështu si tregohet në video, dhe do t'i vendosim në tigan, do t'i skuqim për disa minuta. Ndërkohë që presht skuqen, në një enë do shtojmë 2 vezë, 200 ml qumësht, 30 ml vaj ulliri, pak krip dhe masën do ta përziejmë shumë mirë. Do vazhdojmë me 400 gram miell misri, një lugë çaji pluhur fryrës ose sod. Vazhdojmë përzierjen, miellin mund ta shtoni edhe pak e nga pak, duke parë edhe masën me sy, se sa miell duhet, pasi varet dhe se sa përthithës. Duhet na formohet kjo masë që tregohet në video. Presht janë gati, do t'i vendosim edhe ato në enën ku përziejmë përbërësit e tjerë. Dua t'ju kujtoj se nëse jeni ri në kanalin tim, mos harroni të bëni subscribe dhe të shtypni butonin e zilës, kështu do njoftoheni për çdo recetë të re të postuar. Çdo ditë postohet nga një recetë e re. Pasi kemi vendosur presht, do shtojmë djath, nenexhik të freskët, nëse nuk e preferoni nenexhikun, mund të zgjidhni çfarëdo lloj erëze që ju preferoni, si kopër, majdanos, pra sipas preferencave tuaja. Vazhdojmë ta përziejmë masën. Dua t'ju kujtoj se duhet ta ndiqni videon deri në fund për të parë recetat më virale, të cilat janë më të pëlqyerat nga ju. Nëse dëshironi të shihni, në fund të videos ato gjithmonë shfaqen. Pasi e përziejmë masën shumë mirë derisa të formohet një masë e njëtrajtshme, do ta vendosim në tavën e pjekjes. Është kënaqësi për mua të mësoj se nga cili vend i Shqipërisë apo i botës më ndiqni. Nëse keni dëshirë, mund të ma shkruani në koment. Unë poshtë tavës kam vendosur një letër pjekjeje në mënyrë që të mos ngjisë, për të qenë më e sigurt. Nëse dëshironi, mund mos e vendosni dhe e hapim shumë mirë masën në sipërfaqe. Unë kam shtuar pak vaj ulliri, nëse dëshironi mund të shtoni edhe pak gjallë, pasi bëhet vërtet shumë e shijshme, pra sipas dëshirës. Dhe do ta pjekim në 200 gradë derisa të jetë gati, pjekja gjithmonë në varësi të sobës që keni. Rezultati pas pjekjes është vërtet fantastik. Shikoni pak se çfarë ngjyre ka marrë. Është krokante në sipërfaqe, është e butë në brendësi dhe ka një aromë dhe shije fantastike. Recetat tradicionale nuk të shgënjejnë asnjëherë. Nuk e di se si e quani ju, pispili, laknur, lakror, sido që ta quani, duhet ta provoni. Nëse dëshironi, ma shkruani se si e quani ju në vendlindjen tuaj. Ne e quajmë lakror ose laknur me miell misri dhe presh. Ma shkruani në koment se si e quani ju. Dhe nëse ju pëlqeu kjo recetë, për të më mbështetur, mos dilni pa bërë like dhe pa lënë përshtypjen tuaj në koment. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj dhe bashkë do dëgjohemi në recetën e radhës.